që familjari Dëmgjeqi, i cili me përkushtim më të madhe gjatë 800 vjetë po shetë plotësove fjale, ta thojnë fjallën si zot një shpi si qash. Jo fillojmë të Krishtit. Lëmë se i rodhëm ramë të periodë këtë mujë të shugurit dhe shajkit me një këtë një të gjumë, unë, motra, edhe të rritje e kësaj bashkje për përshkila të kisë, po kam qërë të fort 2 fjallë në këtë ditë tash të madhe për familjen e Gjajit. Falenderoj së pari shkëlqësinë e ndihmën që na ndër pasatra, arkitektin metropolit, i Shkodrës edhe i Kundit, të vëllon sinjor Siguri, i Pedër, sekretarin e arkitekturisë, Dëmë Suta, Dëmë Aleksandr i cili ka prej peshtojet në nënëru me pjesëmarrjen e tij të cilët të gjithë të rritë edhe familjet e Gjajit që njohin për punën e madhe që ka bërë ai gratë dhe gracionit të trive të fëmijëve tuaj. Por ajo që është më e rëndësishme është se shpeshherë thona edhe kisha thot se ju jeni kisha e gjallë. Pra popullin disa. Por kisha gjallë është me atë, si në bezi më votë të tërshina të bratë, pra e parisit qajnë. Po atë, asum, asë ju nuk e vjetë, pra pa fritë. Falenderoj motrat që kanë ardhur që të shtatë të drejtë, popullin e Gjajit, i cili ka një histori, se ka pas familjarë shumë të mirë, shumë të përshpjetë. Elisa është shumë e madhe, në edhe një tërvite në opën bisedi që kam marrë të ndërjet, të ejtër edhe për atën, e është e pahujtën se duhet me ndaj shumë kopër me fort për ta, por dokunet për dukshin, arasot e ljofin, ato të moshmit që ka pasë mëllitarë, me taj për shkirësën edhe i pregatitën. Kërkush nuk të thot në shumë, e dërgjatë, por mullut për jetën tonë shqirtërë, për kësimit tonë krishterë të lasër që kemi nevoj, që ki popull me qka shofun, edhe ju e shqirë. Vend që me shku drejt atimit, shkon drejt e popull, drejt e rërit. Korupcion, drogë, prostitucion, të gjitha të qijat e posë, mos t'i përveston. Po të lidhë një shkot për Krishtë, e të një mirë, në kjo se në një kurje për Krishtë, jetë e rojnë në e vendë, ma e rrëtën e në kohë, edhe në mishërësi, edhe në hapë, edhe në lufta, se Krishtë janë qaj, që i në një të dorë. Kjo shumë të jetë të një. Në rrugë shkëtësia ju, i peshët Angelo Masabra, në rrugë klerik regulltarë, të në rrugë me motra e mungesha, të në rrugë presimtarë që jeni pëzënë të kishë. Besoj se jam shumë i lumë të rrugë, edhe i privilegjumë që mund përshnes në këtë ditë 500 numër për kishën tonë. Kjo kishë erdi pas një historie të gjatë të besimit të ndajqë, është një periudhë i gjithë sakrificave tuja si besimtar, po ashtu dhe i gjithë regulltarëve tanë dhe mështarëve tanë. Është një
lut, apo është një medalje mbi gjitha medaljet që jep të gjithë atyre që besuan për kaq vjet. Besuan në ringjalljen edhe kishën e dashur, po ashtu edhe për gjithë djerit tonë, cilët na kanë mirë dhe na kanë marrë gjallë. Unë nuk kam fjallë ma gjatë më thamë, po ju uroj që gjithë bashkë e gëzoshin këtë kishë në paqe dhe mirësi. Faleminderit. Miri dhe paqja në kishën e shenjtë të Hyut, qofshin me ju të gjithë. Një gëzim i madh për shkollën e shpirtit tonë, ndërsa jemi këtu të bashkuar për t'ia kushtuar Hyut këtë kishë të re me kredibilin e sakrificës së Zotit. Të marrim pjesë me zel në këto rite të shenjta, në një dëgjim me fe të fjalës së Hyut, në mënyrë që bashkësia e jonë e lindur prej një pakësimit të vetë dhe e ushqyer prej së jetës kryese eukaristike, të rritet në tempullin e shpirtëror dhe për rreth një rritëri të vetëm të forcohet edhe për parojë të dashurit, të cilët e Shpirti i Shenjtë e përhap në zemrat tona. Kështu të bekoj ujit, në të cilët ka shëtit juve edhe kishën së re. Vëllezër e të dashur, para se ta kushtojmë në ritë solemn këtë kishë të re, ta lutim i Zotit Hyun tonë që ta bekoj këtë uje me të cilët do të shpërfikemi në shenjë pendese, në përkujtim të pakësimit tonë. Dhe do të shpërfikemi edhe muret e vetëri. Na ndihmoft Zoti me hirin e Tij, në mënyrë që të dëgjueshëm ndaj shpirtit që kemi marrë, të mbesëm gjithmonë besnikët në kishën e shenjtë. Hati shenjtë, drejtët e jetë e çdo krijese, në dashurinë tënde të pamasë për njerëzit, jo vetëm i shtetet në provamin tënde, por me përhapjen e shpirtit tënd i pastronë prej mëkateve dhe i përcjell gjithmonë te Krishti udhëheqës të Zotit. Bekoje dhe shëntëroje këtë ujë që do të hidhet të mine dhe limuret të këtij tempulli, që të jetë shenjë larjes së pakësimit që na bën në Krishtin e krijesë të re dhe tempull të gjallë të shpirtit tënd. Jepu besimtarët e tu të mbledhur në këtë kishë dhe të çdo tyre që do të ardhën do të premtojnë këtu misteret e shenjta që t'ia bëjnë së bashku në Jeruzalemin e qiellit. Në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Pasandaj do të bekojnë edhe të gjithë besimtarë, e kohë që për ju beku në ujin e beku, jena të tjerë të kuptojnë, të kujtojnë falsimin tonë, ati të urba me trupi këshit. Dhe në këtë moment nuk mundën a me përjetë nërëshme për vetë se në ratë. Le të lutemi të në së bashku.
fortalesë ty të shëntuar dhe shënjosetit, dhe heja në ndim të tyre që të thrasit e meritante, në mënyrë që me dritën e fjalës tënde dhe forcën e sakramenteve të tua, bashkësia e Krishterë jetë e përforcuar në fe dhe dashuri, në personin tonë Jesu Krishti miri tënde, që është hyrë dhe jeton e mbretëron me ty në bashki me Shpirtin Shenjtë dhe gjithë shekujt të shenjtë. Amen. Përpara se të ulena, qëndrojmë dhe një minutë në kam, çdo liturgji e shenjtë e kishë ka sipas fjalën e Zotit. Tash i veshpi, do të bekojmë shpalljen e fjalës së Zotit për herë të parë premtorisht në të kishë. Ti të dojë të gjithmonë në këtë vend fjala e hyrut, zbulos dhe shpall të misterin e Krishtit dhe vepros në kishë shërbimin tonë. Pjestra e sojnë nizin I para të bimit, që përbenin burra, gra e gjitha ta që janë të anë të kuptojnë. Ishte dita e parë të mujit të shtatë. Në sheshën se është paraderës e ujra, filloj të lexon të librit prej agimit në mesdit. Për para burrave, grave dhe të gjitha tyne që ja kishin arritur dritës së arsyes. Renoi
trajtoj për tritin. 46 vjetë zjarri në timi i tempo, i përgjigjen judej, e ti do ta ndërtosh për tritin, por se Jezusi foli për tempullin e trupit të vet. Kur rinjallën për së vdekuri, atëherë u ra ndërmend nxënësve se kishte dashur të thotë dhe besuar, se kishte dashur të thotë dhe besuar në Shkrimin e Shenjtë dhe fjalës që tha Jezusi. Fjala e Zotit, Amin. Shpëtuar Jezusi Krishti. Janë disa vite kur kreditova veshje e parë në këtë komundi, sa po isha i peshkër i Shkodrës, kur kreditua veshjen në kasotën që ishte këtua, në këtë vend, atë shumë, dhe kreditua për jashtë në freskë. Se i kujtojnë shumë mirë. Nga një ditë kanë kaluar shumë vite, e Zoti pas një angazhim jashtëzakonshëm të gjithëve, sot na bekon me këtë kishë. E unë në fillim kisha të falenderoj Ati, Dhirin e Shpirtit të Shenjtë, sepse gjithçka vjen prej Tij. Falenderoj Don Gjergji për angazhimin se kemi sot. Falenderoj që familjes për brenda sende të mos gabuar, s'ka për risën, të gjithë janë në zemrën time. Këtu kemi një faqësues se do të përmend, është Dona Alessandri, i cili nga historia ka ardhur në emrin e Krishtit të Ret, edhe në emrin e gjithë besimtarëve dhe shqiptarëve që janë atje. E tregon që kjo është bukuria e feston, është kjo lidhje shumë e fortë e bukur midis kishave, midis komunimeve, midis diocezave. Kemi një qëllim që të adhurojmë hyrën edhe që të jemi vërtet e krishterë të një. Me sot të fillon një muaj shumë interesant të diocezën tonë. Është muaj korrëve, jo. A kemi korrë grurin, kalamoqin, të dyshat, a do të korrën të ashti rushit mirë. Nga sot, kisha dilë që jonë do t'jetë në gëzim të vazhdim për disa ditë, se sot, të ashti jemi duke gështuar edhe kishë. Në e ushme, edhe të falenderoj Zotin. I për këtë, kjo është porcio dytë. Fillonë që Zotin në këtomi të njësën në kadernë, e të të njëtë të ventarë. Tere të nëtojnë me leshë gjërat të mandatë. Nëse Zotin për gjërat të mandatë a me, pëse nuk të mund të bëjë me? E ne mund të bëjë nëse jemi bëtë të bashkuar, nëse ne jemi bëtë atë, jemi jetoni në dashuri, keni një zemre, një mendim, jetoni në marrëveshje me njëri tjetrin, mos jeni me të mëdhenj, jeni me të përkuj. Pse? Pse do të kemi këto vlera? Pse i kam unë, pse i këti, jo. Edhe shpeshherë shpajsoj me të vetë të vratesh nuk jemi, duke të nësi, për këtë kështë të 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 kështë tjetër, pse do të jemi unë i mirë? O burra, bravo mi, o me shtatë dashur. Ne do të jemi të mirë se Dio është mirë. Jezus është i përgujtë, i dimshëm, i mëshirshëm. Ai, Jezus i ka drejtuar këto vlera. I
provojnë i peshqëri. Është vërtet një gjë jashtëzakonshme, për dukuri, për rritet, për shenjat, do të ndjekim me shumë vëmendje për në pagavato. Do të thotë kush ka më shumë se unë ose me si vesh më të trash. Atëherë ja kushtoj Zotit këtë sakrificë. Ja kushtoj Zotit. Të mos u bëhen kot. Oh
peshqvi dhe të bajnë lutje dhe kushtimit të kësaj kishe, dhe hap pas hapit imi të shku drejt zemrën se këti momentit të shkuri. Lutja, formula e bekimit është pjesa më e rëndësishme në këti moment. O ky që udhëheq dhe shëntëron në kishën tënde, pranoje këngën tonë në këtë ditë të feste. Sot, me një solen, populli besimtar ka kushtuar ty për gjithmonë këtë shtëpi lutjeje. Do të ushehet me fjalën tënde, do të jetojë prej sakramenteve të tua. Ky vend është shenjë e misterit të kishës, të shëntëruar prej gjallë të Krishtit, prej tije e parasjetur si grua, virgjën të propësinë e fesë, në gjithmonë në të dërëse me pushtetin e shpirtit. Banese viu të midis njerëzve, tempulli i shenjtë i ndërtuar me urë të gjallë, mbi themelet e apostujve, në Krishtin Jezus, pikë mbështetje e bashkimit dhe kurigimit. Kishë fisnike, qyteti lartësuar mbi mare, e gjatë për të gjithën e saj e të shkëlqimit të saj, ku ndryshon drita e përjetshme qenëqi, dhe lartësohet lutërisht korit të lutëve. Tani joa, bështime dhe shëndërin të këtë kish, që gjithë mund të jetë për të gjithë një vendishe, bekoj dhe shëndëroj këtë të, që të jetë gjithë mund të jese për kapitur për sakrificin e bjeritë. Këtu burimi njëreve i pasrof të faje tona, që bite tu të vëdesin në mëkat dhe të rritin jetë në shpirtin tënë. Këtu asembleja shenjtë e bashkuar prezenteri këndof të përkutimin e pashkëve dhe u shetë në banketin e fjallës dhe të korpët e Krishtit. Këtu e gëzuesh me të nëllodhë liturgjia e lartit dhe zëri e njërësve u bashkoftë me korët e iqëve. Këtu unë gjitë e këti lutja e pareshtur të shërbimin e botës. Këtu i varfëri gjenë të shirë, i shtypëri të aftoj në rinë e vërtetë, dhe shdoj në rinë gëzoftë të kutetin e mjëve të du, velisat të qitë të armin në gësimin e plotë në Jerusalemit me shenjë të qjeri. Në përësotin tonë Jesu Krishtin vjeritët, që është hyrë dhe jeton e mbretëron me ty në bashkimin e Shpirtit Shenjtë të të gjithë shenjtë të shenjtë. Amen. Momenti tjetër që është të bëhet, është momenti i shukurimit me bojën e shenjtë të lterin dhe të murëve të kishës. Lterin e çdo ambient të shenjtë personifikon Krishtin, qenëra me të cilin përngryhet çdo fëmijë dhe çdo njerëz i kishës së shenjtë. Është misteri që vetë Zoti i afrohet njeriut në misterin e Eukaristisë. Tashti lymja është një shenjë e sjelljes dhe një pëlqyeshëm, njeri i pëlqyeshëm, lymja me bojën shenjtë. Dhe këtë tempull që nëpërmjet të shërbesës sonë janë hyrë në Krishtin. Qofshin shenja të dukshme të shërbesës së Krishtit e të kishës.
kevosin elterin e kishës nëpërmjet kevores që është përgatitur. Sikurse era e mire e ngushtë të tempo, ashtu kisha jote të përhapte dhe dërgon aromën e ardhur të Krishtit. Shkëlqen në kishë drita e Krishtit, dhe të rritet të gjithë të populli profecia e së vërtetës.
e ndoshta ne nuk japim shumë rëndësi kur në pagëzimin me shtari lyhen që të bëhet për ne duke jetës së pasosur. Do të treguar sot i në ushqim. I bekuar jeti o Zot, hyj gjithësisë, prej bojarisat e morë verën që po ta kushtoj, është fryti i ardis dhe i punës së duheve të njerëzve, që të bëhet për ne pije shpirtërore. Do të treguar sot i në ushqim. Dhe juaja të dale përqyeshme para hy, për të kredituar misteret e tua, por rejnë të mirën të shërbimit, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tuaj. Tira të sojnë zemrat. I kemi te Zoti. Falenderojmë Zotin i Fiun tonë. Ashtu në drejtë e drejtë. Është me të vërtetë e drejtë të falenderojmë dhe të shpallim në revollitë të dashurisë tënde, ati shenjë Fiu që të përshtatshëm dhe i përjetshëm në për Krishtin birin tënd dhe shërbuesin tonë. Qëtësia është tempulli i shenjtërisë sate dhe krijimi lavdëron me emrin tënd, por ti nuk na përmbus pse neve ta kushtojmë një banesë të ndërtuar për duarve të njerëzit për kreditimin e misterëve të shenjta. Shenjë e tempullit tënd të shenjtë, shëmbëltyr e Jerusalemit qendror. Tempulli i vërtetë që të është shndruar ty, është bërja e njerit e birit tënd, i lindur prej lidhjes së nënt, në të cilën jeton përsia e jetës sinore. Qyteti i shenjtë është kisha jote e themeluar nga apostujt dhe e bashkuar në Krishtin në burin e Kellit. Ajo rritet dhe ndërtohet me kult të gjallë dhe të zgjedhur, të forcuar në dashuri me forcën e shpirtit tënd, deri në ditën në cilën atë do të jesh gjithçka në të gjithë, dhe të ndryshojë tramshim drita e Krishtit tënd. Për këtë mister, të bashkuar me engjëjt e shenjtë, këndojmë me zëre të pareshtur himnin lavdisave. Me të vërtetë je shenjtë o Zot, dhe dorimi që do shenjtërie. Ty prako të lutëm i Zotit tonë Jesu Krishtit, ai kur me karisë po pranon të mundimet, mori bukën, tu falenderua e theu, guardan zëmësve të vetë dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im, që do të krijohet prej një. Ashtu pasi u kryeta, mori dhe ketu, përsëri tu falenderua, guardan zëmësve të vetë dhe tha, merrni e pini të gjithë prej tij, ky është ketu i gjaku tim, i besëdiljes rreth të avështuar, që do të derdhet për ju e për të gjithë njerëzit në shpërblim të mëkateve, bëni këtë në përkujtimin tim. E të bini me o Zotë për kishën tonë, të shpërndamin kateran të vosë, për sosën e dashuri, bashkë me patën tonë Benediktin e 16, me i peshën tonë Angelo,
muajt pa dajnë dhe me marrë me shtarinë. Jetë votë çdo të vitë. Në Krishtin, në Krishtin dhe në Krishtin, jo Krishtin përshën, në bashkim me shpirti shej, dhe qoshon dhe hime ati, për të gjithë shekujve, se bashku.
parin shekushmin sakramente dhe të vendosit e tabernakull. Shtëpia dhe të dajqit i shtofit i shpisë, është shtëpia e Krishtit. Krishti vjen e banon për ju, prej sotit e mbrapa në këtë kishë, sikurse edhe përpara, por sot në këtë kishë do të jetë kjo shtëpi ku do t'ju presin gjithë. Është shtëpia më e dashur për secilin prej jush. Në gjojë dhe në lutje ta vendosim Krishtin në vëmendjen e tij. Që ka dy funksione. I para është funksion adhurues për parapranishmit Krishtit të shekushmit sakrament, edhe e dyta është shenjë se në këtë kishë është prania reale e Krishtit. Famuljetari në Zicili, arciveshulli në shekushmit sakrament, e të shti përpara se të marrë të kim, famuljetari e të bajnë një përshenjë. Të lutem. Ndriçoft o Zot të drita e së vërtetës tënde, mbi besimtarët që kanë marrë pjesë në misteret e tua të shenjtë, që të mund të adhurojnë çdo ditë në këtë vend lutjet dhe të sodisin fytyrën tënde në asamblenë e shenjtëve, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Sikur se shqimi, këtë qimë, ashtë ne të djërë. Po kam qefë me forës pari një herë dhe fazeru këtë zhjini ti, Monsignor Angelo Massafren, për shqipurimin e kësaj kishe vërtet të bukur, ba me kontributin e Vatikanit edhe të tuje. Emigrantët kanë dhënë shumë perspektiv. Krishtit që e kemi të harku, edhe udhën e kryqës që e ka punu një shkurtor në Shkodër Skënder Traja, vërtet të bukur, të pëlqyeshme perspektiv e falënderoj. Orientuesi i kësaj kishe është inxhinier Zoti Matikolić, i cili para 10 vjetëve, mos qofsha gabim, i kërkova të djelit Monsignor Frano Ilis, atkoj arkipetur metropoliti Shkodrës, se nuk rrihet ma në atë vend ku janë ba gjyqje, ku janë ba me edhe komunista, në atë vend ku asha Zoti, në atë vend ku janë gjenu mbështarë, edhe prej këto e kemi, pas prej shtatin sa rejtit vjetër, do marim shkurt, dhasët e të cilit i kemi,
në këtë mesaj, dhe Monsignori ishte i kastër. Po bëne i projekta do të gjithë dhe i projekt, të dhe shkollë prasi kur që thotë që do të një matikulliti, i cilë më ka ban pasine. Monsignori unë isa për në rrëmë, për të aparatit Vatikanit edhe për të marrë një për këtë kishë. Masjarën një pjesë e ndihmave filloi ndërtimi i themeleve, u renua vjetra, e po filloi e reja. Mendume të gjithë së bashkut, me ja kushtu një shenjtje të madh. Shenjtje të madh të kishte, përveçojnë me kupe. Shenjtje të dhe. I cili janë pajtori kishës edhe pajtori legës të pjesë. E kemi të bjerë dhe vërtet një shenjë të madh. Edhe këtë është një e ka ndëru emigrantë. Po atë i tjelë dhe dojnë me ku me emigrantë. Po banka që kemi prej emigrantë. Po që kemi këtu, që ka kemi për rëshmureve, të këta i vërtet, të këta i shpisë të tonë. I falëroj të gjithë. Të zoti e kohë. Unë si familitari nuj në moshë i shmurë, më dohë me punu spari për shpirtin taj, edhe për ju, që qërgojme të gjithë. Kërgojmë të gjithë që të takohemi një ditë mas vdekjes, si kur jemi taku këtu mbrana mërshve, që të mos ditën e ditë. E kemi lutë Jezu Kristi. Ati të gjithë bashku, dëshëroj, që t'i kënojmë lavë Jezu Kristi të pranin e tia që dëshëroj, shkroni në mërët një shqedhore. Dhe në nëmësa, që janë të rrallë, dëmë, vlasfale, edhe dëmë andenarë, kërënot familja, u kërënot dhe familja, që janë mësarë në vërtet, që janë përkusu. Krishtë që krishtë të lesajtë, Domnjori, që sekretari e gjipendje të cili, është i gachëm për të shka por ka me në një mua dhe alje në sofër e ty, për me si ma gjëndon që kemi, për me drejtu, naturisht. Falënderoj ju të gjithë, pjesë marës në këtë me shenjë. Në këtë bekim të kësaj kishe vërë vërtet të dajnë për Krishtin. Kjo është të Jezu Kristi. Izraelit, të nësri që kjo kishe të kisha e Zotit e të kisha juaj, atëra e të gëzosh, që vërtet, ju kurinë e të kishë, të kërkoni se jeni aftë Zotit, të këndi jeni për shumë aftë të jeni. Do të mi lesë pësëri i tu për të kretuar sakramentit e sumit, për të kopë shnesë, edhe gëzimi që kemi sot, ose banoj i kurë, që Jezusi të banoj në zemër e çdo shpirt, çdo familje. Zoti qoftë me ju. Ja për të t'i Izrael. Hiu që Zotu ka bashkuar për kushtimin e kësaj fije, e kësaj kishe, ju bus me lirin e ti dhe pashën e ti. Amen. Hiu që Zotu ka bashkuar, Krishti ju bëfë të sigur të gjallë të tempullit të një shpirtëror. Amen. Shpirti hiu të baloftë në zemrat tuaja dhe ju bashkoftë në bashkësim e trunueshme të shenjtëve. Amen. Dhe bekimi i hiu të qëtë kushtetshëm, atit dhe mirit dhe i shpirti shenjtë, ardhët dhe ju të shëndroftë në ju gjithmonë. Amen.
Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Aty Shenjë nuk jo fermi ryt, atë me të mija jote, u bafë mundesa jote, si në qiell ashtu në dhe, u këndon të përishme, e përnane me sasot, një në e faje të kate tona, si në nafta e kërëtam, e mos në lërë në raketish, por e lova falenderoj unë pak e bëdnejtoj këte kishës se kësaj të mëdhije, bekon këta miqë që tanë që në këtu në sofëve ne, dhe bekon bukë që jeme për realisate, në për Krishti, Zotin tonë. Amen. Kështi uli e të disa jo një e që ku shemë. Janë në të shofër vllazore tonë, është gëzim i madh për familjen tonë. Jemi bashku si ti herë në shqiptar të kene fjallë, aty ku halës znapin e ku flasën e tuk një gjëri, aty akor më në një gjëri. Falenderoj Zotin për këtë ditë të bukur, falenderoj gjithë burra, emigrantë që kanë ndihmuar për integrate, që kanë ndihmuar për ishën,